perimetër moha. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Brenda vetëm 6 muaj në rajonin e Pejës kanë vdekur 3 punëtorë dhe janë lënduar 16 të tjerë si pasojë e mungesës së sigurisë në punë. Mbikëqyrja e sigurisë në punë është në kompetencën e Inspektoratit të Punës. Mirë po Kodi Penal ka paraparë që në disa raste mosvendosja e pajisjeve së sigurisë në punë dhe mos mbikëqyrja e sigurisë në punë janë vepra penale. Në reportazhin e sontum do të tregojmë për një hetim masiv të prokurorisë së Pejës, i cili ka përfshirë 20 biznese të cilat kryejnë ndërtime në këtë rajon. Dyshimet janë se në këto biznese standardet e sigurisë në punë nuk respektohen, duke rrezikuar jetën e punëtorëve. Një ekip hetimor me disa prokurorë dhe mbi 60 polic do zhvillojë një aksion për t'i konfirmuar dyshimet. Task Force e drejtuar nga kryeprokurorja e Pejës nis operacionin në një mëngjes të shtatorit. Mirëmëngjesi për gjithë, sot jemi këto, të nderuar prokuror, të nderuar major, të nderuar zyrtar policor, të nderuar inspektor dhe përgjegjës e inspektoratit, për të zbatuar një aksion i cili paraprakisht me vetë iniciativë të kësaj prokurorie është hetuar dhe është punuar në këtë drejtim. Qëllimi i këtij aksioni dhe shënjestrimi i këtij aksioni është që të sigurojmë persona të cilët janë të kontraktuar nga kompanitë subjektet ekonomike si punëtor në vendet të punës ku ata marrin një pagë. Kjo ka rrjedhë si rezultat i verifikimit të shumë rasteve të cilat janë arritur në prokurori. Mund t'ju them se në këtë prokurori vetëm për 6 muaj kemi 19 të raste të cilat janë paraqitur nga kallëzimet penale nga inspektoratet. Me të vërtetë nga këto 19 raste, 3 raste janë me fatalitet. Vetëm 6 muajin e vitit 2025. Çka nënkupton kjo? Prej 19 rasteve, 3 raste me fatalitet. Tjerat raste i kemi me dëmtime të përhershme apo të përkohshme, vlendime trupore. Të gjitha këto kanë ardhur si atribut i mos sigurisë së punëtorëve në vendin e punës, të rrezikut të tyre në punë. Përgjegjës për këtë janë të gjithë personat të cilët bartin përgjegjësinë në kompanitë kontraktuese të subjekteve ku ata janë të angazhuar, të cilët kontraktojnë punëtorë dhe nuk sigurojnë asnjë mjet pune në kuadër të vendit të punës ku ata kryejnë punën. Ju them me të drejtë se për gjatë kësaj periudhe kohore më shumë se 6 muaj kanë ardhur qytetarë punëtorë të them të shkretë të cilët për një pagë modeste punojnë në vendet të punës pa asnjë siguri që jeta e tyre është në tetik apo në fije të perit për të rrezikuar dhe për të humbur. Asnjëherë, asnjë përfitim material nuk mund të baraz vlerësohet, as baraz peshohet me humbjen e një jete të një qytetari ton. Jemi të gjithë koshient për përgjegjësitë tona. Jemi të gjithë përgjegjës nëse eventualisht një punëtor punon pa pas asnjë mbështetje, asnjë përkrahje, qoftë nga kompanitë kontraktuese, që neve na determinon përgjegjësinë për të kërkuar përgjegjësinë e atyre subjekteve ekonomike të cilët i kontraktojnë këta punëtorë. Me të vërtetë kemi verifikuar dhe kemi nxjerrë masat e veçanta hetimore të cilat bien në kompetencën e prokurorit të shtetit dhe nga imazhet të cilat i kemi siguruar gjatë kësaj periudhe kohore, qoftë me vëzhgim dhe fotografim, po ashtu edhe me mjetin dron të cilin e kemi ekzekutuar në punë, janë imazhe të cilat na lajnë shumë për dëshiru dhe janë shqetësuese për secilin prej nesh. Në këtë drejtim, sot i kemi 9 prokurorë të angazhuar për dalje në vend ngjarjes dhe në zbatim të planit. Secili prokuror do të ketë listën e pyetjeve të cilat i adresohen subjektit ekonomik në vendin e punës për përgjegjësitë të cilat kanë për mi verifikuar se a janë duke i plotësuar. Ju lutem, keni parasysh, identifikoni secilin objekt me personin përgjegjës. Janë inspektorët, ata të cilët kanë përgjegjësinë dhe janë në njohuri të saktë lidhur me kërkesat që duhet,
Dhe në këtë drejtim ju siguroj që të gjithë këto kompani kontraktuese nuk janë duke respektuar ligjin për sigurinë e punë dhe rregulloret përkatëse. Të gjithë këta janë duke rrezikuar jetën e punëtorëve qytetarëve tanë. Andaj në këtë drejtim të gjithë ta kryen detyrën ashtu siç është më së miri. Unë jam shumë vigjilente për punën e madhe dhe të mirë që ka bërë policia gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, të cilat e kanë kryer një punë që na ka siguruar prova gjatë kësaj periudhe kohore e do të na shërbejnë në procedurë penale gjatë hetimit me tutjeshtëm, por edhe gjatë adresimit të këtyre çështjeve në gjykatë. Detyrat janë të qarta. Nam prokuror do jenë në teren për të konfirmuar dyshimet se në rajonin e 5 kompanit nuk i respektojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Nën urdhat e prokurorisë, aksioni do përkrahet edhe nga rreth 60 hetues të Policisë së Kosovës. Gjitha këto raste janë hetuar dhe janë proceduar nga sektori i hetimeve rajonale, për cilat janë ngritur dhe kallëzime penale, po ashtu edhe gjitha rastet dhe informacionet tjera të cilat janë trajtuar pikërisht për shkak të kompetencës lëndore janë trajtuar nga sektori i hetimeve rajonale. Tash sfuni pikërisht me iniciativën e kryeprokurores dhe prokurorëve kompetent, kemi pranuar autorizimet për një hetim të një rasti, i cili fillimisht ka qenë si shënim zyrtar dhe pas sigurimit të prova është bërë edhe kallëzim penal. Ne do të jemi pjesë e këtij aksioni, afërsisht dikun rreth 60 zyrtar policor, do të jenë të shpërndarë në lokacione dhe mbështetje të prokurorëve të caktuar në ekipe të kombinuara, secila ekip do të ketë hetues rajonal, krim teknik dhe zyrtar të patrullës, zyrtar të rendit. Shpresojmë se kemi me kalu mirë pa incidente, niveli rrezikshmërisë, siç e tha dhe kryeprokurorja, nuk është i lartë, mirë po për çdo rast aty ku rrezikohet personeli, inspektor, prokuror, ne do të jemi të gatshëm edhe me arrestu, edhe me shoqëru personat edhe me trajtu gjitha lëndët deri në fund. Faleminderit edhe herë. Zhvillimi i operacioneve të kontrollit duhet të realizohet me një proces paraprak hetimi. Për disa javë rresht prokuroria dhe policia kishin zhvilluar vëzhgim dhe grumbullim të informacioneve për zonat ku do të kryen kontrollet. Për të dokumentuar situatën janë përdorur edhe dron dhe videomaterialet nga zonat ku punëtorët janë ekspozuar rreziqeve të aksidenteve. Për të prezantuar veç pak imazhe të cilat na bojnë më shqetësu dhe që mu si kryeprokurore më ka aktivizu si aparat shtetëror në këtë drejtim, kërkoj nga hetuesi të na i prezanton disa nga imazhet të cilat më të vërtet janë shqetësuese për çdo qytetar, mos flasim edhe për. Ky është një prej vendeve të cilat pritet që të inspektohet. Është një lokacion vend ndërtim i objekteve kolektive afariste që jo rallëherë këto objekte shiqani janë 2 punëtorë këto të cilët janë me veshje përditshme pas një mjet mbrojtës pa rrethoja, domethënë të vend ndërtimit e që po determinon që është me shumë se 4 etazhe apo 5 në një vend ku mund të rrezikohet jeta e tyre në çdo moment. Shiqani edhe personi tjetër i cili është duke lëvizur, ka një kapele si mbrojtje nga dielli, po m'duket, nëse mbrojtje nga dielli, jo helmet që kërkohet edhe preferohet të jetë, po kalojmë të një objekt tjetër, janë shumë imazhe mirë, po disa prej tyre po i përzgjedhim. Është personi i cili, shiqani, kalojnë pa asnjë siguri. Domethënë, janë 2 persona të cilët janë duke kaluar në një objekt me etazhitet kogja të madh, nëse s'gaboj mundet me thonë deri në 8 ose 9 etazhe që. Shiqani janë punëtorët të cilët bartin material dhe nuk i kanë as helmet në kokë dhe nuk i kanë as mjetet tjera të cilat preferohen të jenë. Është ky edhe një objekt i cili determinon që të jetë pothuajse një 10 etazhe. Shiqani njerëzit, gjithsesi punëtorët në pjesën e epërme të punës, ngritet në një pjesë betoni pa asnjë mjet pune. Domethënë mundet me ra shumë lehtë prej një shkallë të drurit e cila ndoshta në shtëpi tona nuk është. E jo në një vend ku investimet janë shumë të mëdha edhe jam e sigurt që edhe përfitimet janë shumë të mëdha. Të gjitha këto imazhe janë në të gjithë rajonin, nuk janë vetëm pozicionume dhe intenca ka qenë që prokuroria të shtrijë zbatimin e ligjit në gjithë komunat dhe në gjithë vendet ku e ka të shtrirë jurisdiksionin. Këto shiqani është një pjesë që poshtë shtrihet betoni dhe janë hiq me pak se një 10 punëtor
mund ta vreni vetë që asnjë prej tyre nuk e ka vendosur kapelja njësisht helmetën e cila obligohet ta vendos, nuk i ka uniformat e cilat duhen, nuk i ka asnjë mjet, as dorza, as ato të gjitha mjetet përcjellëse të cilat duhet të jenë. Jam e sigurt që secila familje dërgon familjarin e tyre ta sjell një pagë për me mbajt familjen, edhe nuk e pret që mos t'i kthehet fare familjari apo t'i kthehet me një viktim e cila pson dhe humb jetën në mënyrë poxhamizore. Kto është po ashtu një objekt. Puna e cila bëhet në periudha kohore të caktuara vetëm për të mirën e qytetarëve tanë. Kështu që papunësisht jam mirënjohëse dhe sigurisht që i do t'jeni dora jonë e cila do të bashkëpunojë gjatë gjithë kohës në të mirën e vendit. Shfaqja e pamjeve shënon edhe nisjen e operacionit, njëkohësisht nën ekipet e prokurorëve dhe hetuesve nisen drejt 20 lokacione të identifikuara. Duke pas parasysh nga të dhënat të cilat i kemi verifikuar dhe i kemi nxjerr, kjo prokurori hiq ma pak se 19 raste vetëm për 6 mujorin e vitit 2025 ka evidentu ku 3 prej tyre janë me fatalitet. Kjo shifër e madhe, duke e bën një analizë të paraleles me vitin kalum, i bie që ka më shumë vetëm për 6 mujorin e këtij viti në raport me krejt vitin 2024. Dhe kjo ka qenë për mua një alarm që masat mbrojtëse dhe zbatimi i ligjit për sigurinë e punë dhe rregullore përkatëse nuk janë duke u përfillur dhe zbatuar nga personat përgjegjës të kompanive përkatëse ku janë të kontraktuar qytetarët tanë si punëtor. Në këtë drejtim, kjo shifër e madhe, 3 vdekje, mi pas vetëm për 6 muaj, ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese për mua si kryeprokurore, parimisht dhe në këtë rast kemi hap hetimet duke zbatuar masat e veçanta hetimore, nga të cilat kemi kriju prova dhe dëshmi që në vendin e punës qytetarët të cilët janë të kontraktuar nga këto kompani kontraktuese si subjekte ekonomike nuk janë duke i përfill fare masat mbrojtëse dhe sigurinë e rrezikut për jetën dhe trupin e tyre në vendin e punës. Të gjitha këto janë të përcaktuara në ligjin për sigurinë e punë dhe në këtë drejtim dëshmitë e siguruara na kanë determinuar që domosdoshmërisht ti paraqesim dhe ti prezantojmë sot edhe në aksion që të njëjtit janë përgjegjës për veprat penale të cilat bien në kuadër të sigurisë në marrëdhëniet të punës. Përveç policisë, a keni pas edhe inspektorët e punës, që dihet se ata janë përgjegjës kryesor për zbatimin e këtyre masave? Po, në këtë drejtim, kem pas takime me inspektorët të cilët janë rajonal në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të cilët nuk janë me numër të mjaftueshëm dhe gjatë komunikimeve tona kemi konstatuar që nuk është duke u zbatuar fare masat të cilat i përkasin dhe janë përgjegjës për zbatimin e tyre. Të njëjtit në këtë drejtim sot janë të angazhuar dhe janë gjithsejt në numër 6 prej tyre me përgjegjësinë e tyre, e cila jashtëzakonisht ka treguar gatishmëri dhe koherencë me aktivitetin dhe veprimet tona. Konsideroj që kjo është një prej aksioneve të para në këtë drejtim dhe unë si kryeprokurore kam shënjestruar si objektiv që jeta dhe trupi i qytetarëve tanë të jetë në fokus të sigurisë së tyre. Konsideroj që determinon edhe vlerat familjare dhe për faktin se me humbjen e jetës së një familjari, kryefamiljari, sigurisht që pasojat janë shumë të mëdha dhe na e dim dhe jem koshient se gjitha këto subjekte ekonomike kanë përfitime marramense nga puna e krahëve të punëtorëve dhe qytetarëve të cilët marrin ndoshta më me thonë paga jo shumë edhe të mira për punën dhe angazhimin e tyre që e bojnë në këto vende të punës. Aksioni i prokurorisë do përcjellet nga afër nga kryeprokuroria e PS Lumturie Vuqetaj.
Ajo niset drejt dy vendpunishteve të cilat edhe më herët kishin qenë cak i vëzhgimeve dhe hetimeve. Para saj shfaqen pamjet e para të punëtorëve pa mjete mbrojtëse, të cilët ishin duke punuar në lartësinë e një objekt shumëkatësh. Siç po shihni në lokacionin e parë të cilën veç arritëm, shifen punëtorët në pjesën e etazhit më të lartë, që bie 5 apo 6 etazhe, ku janë pa asnjë mjet mbrojtës dhe rreziku për jetën e tyre është permanent. Siç shihni edhe në anën e kundërt të këtij objekti, shifen hiç më pak se 3-4 punëtorë, të cilët janë duke punuar edhe janë në pjesën e sipërme të etazhit. Etazhi 7 është në ndërtim e sipër, janë punëtorët të cilët nuk kanë asnjë siguri dhe janë në pjesën e kajshme të objektit. Kemi zonë imazhet, i kemi pa pamjet, janë punëtorë të punojnë nalt pa kurrë dhe këtë pjesën anej edhe pjesën anej kemi qenë. Tash mundësisht me komuniku me personin përgjegjës, edhe ju tash i dini procedurat, se si kam ato fare fletat për cilat mi përmbush këto obligime. Veç tash inspektorët e kryjnë punën e vet. Po. Kështu që nga ky pozicionim, domethënë veç kanë kalu inspektorët në kryerjen e detyrës, janë në pjesën e lartë, aty ku janë punëtorët duke punu, shifen krana, shifen domethënë si s'ka skele mbrojtëse fare, dhe aty janë punëtorët, siç po shifet asnjë nuk kanë sigurinë e punë. Andaj ata janë të urdhëruar që t'i kryejnë gjitha obligimet e tyre sipas përgjegjësive dhe autorizimeve që i kanë. Nga ky lokacion do të kalojmë në lokacionin që jemi këtu afër. Prokuroria e PES është duke zhvilluar një operacion të grumbullimit të prova për vepra penale të mungesës së sigurisë në punë. Në dy vendpunishtet e para, prokuroria ka grumbulluar prova se në shumë katëshet në zonën e PES nuk janë respektuar rregullat. Inspektorët e punës dhe forenzika e policisë ftohen për të marrë dëshmi dhe ruajnë prova të cilat mund të përdoren në procedurën e ardhshme penale. Që domethënë autorizimit e juja domosdoshmërisht të shtrihen në kontekst të identifikimit të personave dhe masave të cilat i kanë qenë të obliguar. Personi kompetent i cili është person përgjegjës, në ardhe janë patrulla policore me hetus, me krim teknik dhe ata kanë me ju mbështetur juve gjatë gjithë kohës ndërmarrjes së veprimeve. Një lokacion tjetër është duke u kontrolluar nga hetuesit dhe prokurori i rastit. Kontrollet janë duke u zhvilluar njëkohësisht edhe në qytetet e tjera. Ku i ki hetus, a i kanë identifiku? Ku jo kemë ka hetus, këtë duargjimi, ka i marrë. Ku kanë të punua, ki krim teknikën di kanë? Po, krim teknikën është punë i djali të politit, që tash mundë me fillu nga dhe pike që kemi mona. A keni identifiku këta? Që? Në skele? Që tash ti morëm identifikum prokurore krejt punëtor, dy i morëm atje i gjetëm skele, nuk kanë helmi. Tash pare botësit e këtu i konstaton inspektori. Na jemi me kompaninë kontraktuse, dhe më thonë nuk ka të bëjë me juve, është kompania kontraktuse. Të gjitha janë kompaninë kontraktuse, se cila veprimtari e vetja. Po. Nuk ka një kompani. Po. Janë shumë kompani. Mirë, atëre kompaninë kontraktuse cila është duke punuar sot, të njëjtën, personin përgjegjës na gjani cili është personi përgjegjës, le të identifikohet të paraqitet çto, sa punëtori ka, për momentin këto, sa punëtora kanë kontrata, mirë po le të na siguroni personin përgjegjës së kompanie. Kryeprokurora njoftohet se në qytetin e Dëqanit ka përfunduar vizita e inspektorëve e prokurorit. Atje po ashtu janë siguruar dëshmi dhe të dhëna se punëtorët punojnë pa masa mbrojtëse dhe punëdhënësit nuk i respektojnë masat për siguri dhe shëndet në punë. Siç e pat, na varium tek lokacioni i tretë, ku edhe paraprakisht kemi siguru, më thonë, dëshmi dhe imazhet e pamjeve të cilat paraqesin që punëtorët janë duke punuar në çdo ditë në vend ndërtim të kompanive të ndryshme pa asnjë masë mbrojtëse.
Jemi të gjithë vigjilentë që dhe inspektorët veç janë duke e kry punën e vetë në bazë autorizimeve të tyre, të cilët na konfirmojnë që ka jashtëzakonisht shkelje, ka jashtëzakonisht lëshime, ka jashtëzakonisht papërgjegjësi në raport me punëtorët duke referuar gjithmonë personave përgjegjës të këtyre punëtorëve. Të gjitha rastet të cilat i kemi në hetim edhe të cilat kemi identifikuar sot, kemi mi trajtuar varsisht prej provave dhe të gjiturave. Sigurisht që ka raste për cilat kanë me u kalu domosdoshmërisht në hetim, ashtu siç kemi filluar, do të vazhdoj hetimi lidhur me veprën penale për të cilën janë filluar hetimet. Përveç Klinës është edhe në Deçan, është vetëm një vend ndërtim. Aty janë një prokuror, jemi në kontakt dhe komunikim të vazhdueshëm me polici, me inspektor dhe me prokuror. Prokurorët janë duke kryer një punë shkëlqyer, gjithashtu edhe njësitë të tjera përkatëse. Rajoni i Pes përfshin disa komuna. Cak i radhës i prokurorisë në operacionin e mëngjesit është qyteti i Stogut. Në këtë komunë, 10 rashqumkatëshe janë ndërtuar dhe po ndërtohen, dhe prokuroria tashmë ka nisur kontrollin e zonave të ndërtimit. Përshëndetje. A jeni jo person përgjegjës? Dhe pronore dhe Në rregull. A dhe e keni identifiku, i keni tregu që policia me shoqëru? Tani jemi në komunën e Stogut, nga ona e prokurorës veç u informova që me inspektorët përkatës i kanë verifiku 2 lokacione të cilat veç kanë përfunduar me punime dhe nga pomet të cilat i pom, disa veç kanë fillu tash me i zbatu masat mbrojtëse. Gjithsesi pas inspektimit nga ona e inspektorëve dhe në udhëheqjet të prokurorit të cilët i është saktuar kjo detyrë, i kanë të gjeturat, i kanë imazhet të cilat i kanë siguruar nga krim teknika, e po ashtu të gjeturat edhe nga inspektorët përkatës të punës. Dhe në këtë drejtim janë kry 3 lokacione të cilat kanë qenë të evidentuara për shkelje, e po ashtu një prej tyre veç u pa se punëtorët edhe ende vazhdojnë me punu pa masa mbrojtëse, përkundër se i kanë gjetë dhe i kanë konstatu që të njëjtit nuk janë domethënë të siguruar ashtu siç e parashë ligji, për çka edhe inspektorët janë duke i marrë të gjitha masat të cilat përkojnë me autorizimet të tyre në drejtim të personave përgjegjës të kompanive përkatëse. A o ladhat, a e keni siguru vendin e ngjarjes këto? A e keni... Po, A e keni këshyrë kush është këto kontraktues? Pra shkëtu i qyrë, që kanë pas me po... A o ladhat? Ju jeni? A jeni përgjegjës për kompaninë? Po do pështo që vim të lyma. Përshëndetje, si jeni? A jeni mirë? Veç ju jeni të punu? Po. Veç jo, a? Dikush tjetër jo, që jeni të bo? Që jeni të punu? Po, lyma të. Që një të boju? Në kemë lyma të. A janë rregull, po përsani, nuk kam nevojë me të kallëzu, ajo. Unë do të me ditë, ama po proces. Po. Ta s'ko punu me mjetët forta, ka punu me pasër e kaj kapetet. Kapetet i kemi, në shtë që i nojmë atim, po... Uniformat i kanë vetëm mungesa e kuqve është. E saj për këtë madhonjës punë që në kontrata, dhe në lista poga, kontributet të zinolje. Të dhënat në istok tregojnë për probleme serioze, të gjitha provat do grumbullohen dhe evidentohen për proces të metutjeshëm hetimor. Ekipet e ndara kanë vazhduar edhe në zonën e Klinës, edhe atje janë konstatuar probleme. Tash jemi në drejtim të komunës së Klinës, ku aty na pret po ashtu 2 prokurorë, të cilët janë në vëzhgim të vend ndërtimeve. Të gjeturat e para jam informuar mbi të gjeturat, ku kanë hasë domethënë punëtorë të cilët po ashtu janë në vend ndërtim, pa masa mbrojtëse, pa siguri,
dhe të njëjtit janë duke britje edhe të inspektorëve, mirë po edhe hetuesit janë duke i kryer veprimet e tyre të para në vendin e ngjarjes, gjithmonë në autorizimet e prokurorit të çështjes dhe siç prokurorit se janë caktuar në lokacion. Keni 4 deri tash 4, që ky vendi qyto është mas keq. Ç'ke? Ma i keq. Po, po sa punëtora kanë me helmeta kur kanë? Pa helmeta kanë, edhe po erdhën kohë kur e kishin pushimin. Inspektor do të më thirr, ai kanë bë krim teknika, ai keni gjithçysh, se i kanë keq. Domethënë këta punëtor kanë qenë pa helmeta. Po edhe vendi i pushimit nuk është adekuat. Derisa ka duhet me pas një vend tjetër pa vend. Vende tjera ai keni Po vende tjera i kemi inspektuar katër kohë. A ka gjetur atë? Nuk kanë pajisje mbrojtëse. Nuk kanë masa mbrojtëse fara. Mirë, atëherë edhe kryesisht me skele ka shkelje e zati gjithku. Nuk i kanë të izolume, nuk i kanë perfekcione, ato fondet. A ka tjera pika ku do të më shku? Po, e kemi tash. A kanë lënë patrollat, a janë me patrollat në rujtje? Kur e ke pas inspektimin e fundit? Të inspektorat? Të inspektorat ndërtimit? Para nashta një muj, qështu. Një muj? Atë kanë lënë proces verbal? Po nashta nëse e kam nërmëmi posta kontabilist. Çka kanë qenë gjeturat e inspektorit? Mos vendosja skele, po atë janë edhe në fazat të parë, në 4. Po ato kanë ndërprej puna? Jo, na kanë skele ku të vendos, rrejtje kompost dhe të nesme kanë deklaruar, kanë dëshmuar me ndërtimi të ku ka shtu mbyllum? Ku leje ndërtimore? Pas ka një? Leje ndërtimore? Ja, leje ndërtimore, nuk e dishtë. Mirë qërë. Qësh kanë leje? Punëtor, Po? jo në 11 gjësej. Po? Vetëm një ka shku me morë bukë që e patë... Po. A janë gjetë të punu? Po gjetë të punu këta. Arsyet se pse e shtym prokurorinë e PES të ndërmarrë një aksion të tillë kemi me i mësu në një intervizë nga krye prokurorja e PES Lumturia Vuqetaj. Ajo ka treguar gjithashtu se të gjithë punëtorët e hasur në vend punishte, pa mjet e pune, do ftohen në procedura të mëtejshme si dëshmitar, ndërsa hetimet për të dyshuarit janë duke vazhduar. Si kryeprokurore kësaj prokurie, planin e punës për vitin 2025 i kom qitë objektivat mbi bazën e të cilat do ta bëj realizimin e këtij plani dhe luftimin e gjitha veprave penale të cilat janë në Kodin Penal të Republikës Kosovës dhe si kryeprokurore, menaxhere domethënë kësaj prokurorie kam përcjell trendin e veprave penale të cilat paraqiten nga ana e policisë apo nga ana e personave të tjerë në këtë prokurori. Pas parasysh se për 6 mujorin e vitit 2025, 6 mujorin e parë, kom pas që hiq me pak se 19 raste janë paraqitur në këtë prokurori veprat penale të cilat bie në kapitullin e vepra penale ku është siguria dhe shëndeti dhe pasuria e qytetarëve, gjithsesi të njerëzve, kam konstatu që është më së domosdoshme të ndërmiren veprime parahetimore dhe me vetë iniciativë ta realizoj këtë aspekt të trajtimit të këtyre veprave. Kur them hiq më pak se 19 raste, e them për faktin që ka qenë shqetësuese për mua, fillimisht si kryeprokurore, që nga këto janë 3 raste me fatalitet. Të humbura 3 jetë të qytetarëve tanë, të cilët në një moshë relativisht mesatare, e që po ashtu kemi dikon rreth 12-13 rastet me dëmtime të rënda trupore me pasoja të përhershme në shëndet dhe disa me dëmtime të lehta, kom konsideru që është më së nevojshme të trajtohen këto raste me efektivitet dhe të shiqohet se qytetarët e tanë e kanë sigurinë e tyre në punë, domethënë është jashtëzakonisht e rrezikshme puna e tyre e përditshme. Dhe në bazë të këtyre rasteve, të cilat i kam shiqur dhe i kam verifiku, kom konsideru sa është më së nevojshme për çka dhe kam përpilu shënim zyrtar mbi bazën e të cilave kem fillu hetimet për 20 subjekte ekonomike të cilat operojnë në jurisdiksionin, gjithsesi në vendet ku kemi jurisdiksionin dhe shtrirja e kompetencës tonë lëndore dhe territoriale. Nga ato që i keni pa gjatë kohës të hetimeve, a ka rezultuar njëjtë edhe atë ditën e aksionit? Ju keni qenë dëshmitar që në ditën e aksionit ne kemi
dalë që ta verifikojmë në bazë të listës të cilët kemi përgatitur paraprakisht gjithmonë në koordinim me Policinë e Kosovës, të cilët kanë ditën kritike, kanë punë në funksion të zbatimit të këtij plani, dikon rreth 65 zyrtar policor, kanë qenë dikon 6 inspektor të punës në krye me kryeinspektorin, gjithsesi përgjegjësën e këtyre inspektorëve. Kemi pa dhe kemi qenë dëshmitar që të gjitha këto vend punishte nuk i kanë plotësuar kriteret bazike për të qenë një vend ndërtim ashtu siç e parasheh ligji përkatës për mbrojtjen e sigurisë të punëtorëve në punë. Fillimisht mund të adresojmë atë që të gjitha vend punishtet pothuajse kanë qenë jo të rrethuara, ashtu siç e kërkon dispozitat ligjore, nuk kanë qenë të sinjalizuara me sinjalistik, gjithsesi me shenja që ky është një vend ndërtim dhe të jetë i njohur për të gjithë qytetarët të cilët frekuentojnë hapësirën ku është vend ndërtimi, nuk kanë qenë të vendosura ashtu siç e parashef po ashtu dispozitat ligjore sa i përket aspektit të urbanizmit, se nuk kanë qenë të vendosura panot reklamuese ku paraqet se çka do të ndërtohet, me çfarë leje ndërtimore, sa është numri i lejes ndërtimore, çfarë projekti ka mu realizu, kemi qenë dëshmitar që na jemi fut në këto vend ndërtime pa asnjë pengesë. Dhe e dyta që ka qenë shqetësimi më i madh dhe ajo për çka na jemi vu si aparat shtetëror në funksion, ka qenë fakti që vend ndërtimet të cilat kemi has kanë qenë pothuajse në lartësi të ndërtimit diku rreth 25 metra lartësi nga toka, ku kemi has punëtor të cilët s'kan pas asnjë mjet mbrojtës, që është e domosdoshme dhe parapar që punëdhënësi në rastin konkret t'ja siguroj punëmarrësit. Kemi pa punëtor të cilët kanë qenë në atë lartësi që çdo moment rrezikohet, domethënë eventualisht rrëzimi i tyre nga ajo pjesë është fatale, nuk kanë pas asnjë mjet mbrojtës. Kemi gjetë që këta punëtorë nuk kanë pas në shumë vende, në shumë subjekte, as kontrata për cilat janë të obliguar që ti kontraktojnë dhe ti lidhin obligimet detyrimore në mes të dy palëve. Kemi gjetë që siguria e tyre ka qenë pothuajse minimale, mos them fare. Të gjitha punimet ndërtimore të cilat janë bë pa asnjë kriter për sigurinë e qytetarëve. Në rastin e tillë, unë si kryeprokurore konsideroj që siguria e qytetarëve tanë dhe pasurisë së tyre është patjetër e drejtë themelore, e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, është e garantuar me çdo konvent ndërkombëtare, është e garantuar dhe normuar dhe me veprat penale të cilat janë të përcaktuara në Kodin Penal. Andaj, në asnjë moment nuk do të ketë kompromis në drejtim të sigurisë së qytetarëve tanë, për shkak se një familje, nëse humbi jetën e një kryefamiljari, pasojat janë shumë të mëdha, janë fatale, të cilat përcillen jo vetëm një ditë ose një vit, po përcillen gjenerat pas gjenerate, të e pas parasysh që rriten me mungesën e vlerave ekonomike, familjare, prindrore, e mos themi që dëmet janë të pariparueshme. Atëherë, nëse eventualisht subjektet ekonomike kontraktojnë punëtor për të kryer punimet në bazë të kontratës, apo në bazë të kontratës verbale apo të shkruar, janë të obliguar detyrimisht mi përmbush detyrimet të cilat i përkojnë në bazë të pozitës së tyre, në bazë të ligjit për sigurinë e tyre në punë. Në këtë drejtim, unë konsideroj që kemi pas koordinim të mirëfillt me inspektorët e punës, edhe pse mungesa e tyre është pa ditën kritike, për shkak se inspektorët nuk kanë qenë mjaftueshëm me numër, edhe është më së nevojshme që prania e tyre të jetë jo vetëm në rastet kur të organizohen, po të jetë më e shpeshtë dhe më e madhe. Për të verifikuar këto pretendime, jo vetëm ditën kritike, na kemi marrë veprime edhe para ditës kritike, në mënyrë që të saktësojmë sakt se a ka vend për të hetuar dhe a ka vend për të ekzekutuar rastin siç ka qenë aksioni.
Dhe në këtë drejtim, na kemi marrë veprimet të cilat kemi lëshuar, domethënë masat e veçanta hetimore, të cilat janë në kompetencë të prokurorit të shtetit, ku dhe prokurori i shtetit në koordinim me Policinë e Kosovës kemë realizuar vëzhgime, fotografime, duke siguruar imazhe të cilat kam pasqyru shumë qartë dhe është prova më e mirë dhe më e sigurt se secilin vëzhgues objektiv e sheh që aty nuk ka pas siguri pothuajse minimale në ditët e punës së tyre edhe para ditës kritike, e të cilat sigurisht kena mi prezantuar edhe para gjykatës në rastet kur përfundojnë të gjitha procesit hetimore në raport me këto raste. Sa persona janë intervistu rreth këtyre kontrolleve që kanë ndodhur? Ditën kritike i kemi intervistu edhe i kemi identifiku të gjithë punëtorët e cilët kanë qenë në vendin e punës dhe janë dëshmitarë të cilët i kanë dhënë intervista në polici. Janë identifiku të gjithë ata që janë përgjegjës në aspektin e menaxhimit të sigurisë në vendin e punës, e po ashtu edhe investitorët. Ne kemi dikon 20 subjekte ekonomike të cilat janë në proces hetimor. Tash i llogarit 20 subjekte ekonomike, janë 20 investitor, po ashtu edhe me të gjithë punëtorët të cilët kanë qenë në ditën kritike, e pas parasysh edhe menaxherët të cilët janë të përcaktuar për pozitën, është një numër kogja i madh i tyre, të cilët po ashtu priten të intervistohen edhe në prokurori. Këto punishte, këto vendërtime, përveç që janë të rrezikshme që shupo ditë për punëtorët që punojnë aty, nëse nuk rrethohen mirë janë të rrezikshme për qytetarët, për shkak se ka mjete të rana aty, ka hekura, janë të papastruara mirë. Me siguri e keni pas parasysh edhe këtë fakt për shkak rrethohen kur na përmend. Janë përcaktuara kushtet mbi bazën e të cilat duhet një vendërtim të filloj punimet ndërtimore, pa marrë parasysh çfarë karakteri. Është obligative që tjetë rrethoja e sinjalizume se është një vendërtim që mos ketë qasje, qoftë një fëmijë, qoftë një qytetar i moshuar, qoftë ndonjë person i cili ka interesin për ndonjë vepër tjetër penale, qoftë punëtorët e jenë sado kudo të siguruar në aspektin e sulmeve eventuale që mund të kenë, kështu që janë kriteret e cilat janë të njohura për investitorët dhe sigurisht që i dinë këto detyrime dhe këto obligime, mirë po me siguri ka orë koha që ti vendosin para përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë që obligimet e tyre duhet ti përfillen dhe ti zbatojmë ashtu siç obligon ligji, përndryshe përgjegjësia penale mbi të njëjtët. Pe këtyre raste, në numër të raste që na përmendën për një 6 mujor që ka qenë shqetësues dhe vazhdon të mbetet shqetësues në Kosovë numri i lëndimeve punë, a janë të kësaj natyre që janë lënduar në objekte të larta, kanë rape i lartësie? Po, siç thash i kem pas 19 raste mbi bazën e të cilave kem filluar këtë hetim dhe këtu i kemi 3 raste me fatalitet. 2 raste kanë qenë domethënë që nga lartësia, ndërsa një rast ka qenë në aspektin e përdorimit të gjeneratorit me një aparat të makinerisë, të cilët kanë humbë jetën në vendin e ngjarjes. Të gjitha janë raste të natyrave të njëjtë. Vepra penale është e njëjtë dhe të gjitha këto raste, domethënë janë edhe me dëmtime të rënda trupore, me pasoja shumica prej tyre me pasoja të përhershme në shëndet. Që nën kupton se personat e tillë, të dëmtuarit e tillë, dëmet të cilat i kanë pësuar si rezultat i mos sigurisë në vendin e punës, janë me pasoja të cilat kanë mi përcjell gjatë gjithë jetës, edhe kanë me qenë të privum për me qenë domethënë 100% në funksion të zhvillimit të jetës përditshme dhe në zhvillimit familjar, duke pas parasysh që pasojat e kufizimit i kanë rezultuar si pasojë dëmtimit në vendin e punës. Prokurore Pama ditë që pat numër zyrtarëve, policor, prokuror, dyqysha e salla u do ke bukur e mushun me aq shumë prokuror, tu ju prini kry prokuror, a ka qenë arsyeja e këtyre vdekjeve dhe lëndimeve që është dashur me ngrit aparatin shtetëror në kom? Ditën kritike, siç thash, numri i zyrtarëve policorë të cilët kanë qenë të përfshirë dhe numri i inspektorëve, ka qenë edhe angazhimi i 9 prokurorëve, domethënë nga kjo prokurori, të cilët janë udhëhequr nga unë si kryeprokurore, dhe angazhimi i numrit të madh të prokurorëve ka qenë që
të bëhet shtrirja në gjithë komunat, aty ku kemi jurisdiksionin, që të gjithë njëherazi të inspektohen dhe të kontrollohen për sigurinë e qytetarëve, gjithsesi punëtorëve në vendin e punës. Kjo ka qenë që mos ketë selektime eventualisht, po të njëjtën kohë të jetë në të gjithë kompetencën aty ku e kemi si prokurori. Dhe konsideroj që ky aksion ka pas impakt jashtëzakonisht të madh, për çka kemi marrë vlerësime jashtëzakonisht të larta si qytetarë fillimisht janë adresuar në aspektin personal, në aspektin e menaxhmentit si kryeprokurora, të gjithë prokurorët po ashtu janë vlerësuar jashtëzakonisht lart, policia, inspektorët, dhe ka pas impakt tek qytetarët të cilët më të vërtet janë di të privilegjuar, mund të them kështu në një farë mënyre, për faktin që dikush ka kthy kokën ka ta dhe është interesuar për shëndetjen dhe sigurinë e tyre të punës, të cilët jo rrallëherë, pothuajse çdo ditë të vitit kalendarik, rrezikohen të humbin jetën apo të dëmtohen në aspektin fizik. Kur them ka pas impakt, këtë them për faktin që vetëm për një muaj mas aksionit kanë pranuar 6 kallëzime penale, të cilat në raport me numrin 19 rezulton që rritja e paraqitjes së numrit të kallëzimeve penale tregon dhe është indikator që janë vedisu qytetarët i paraqisin rastin. Kur tham janë vedisu, jam e sigurt nga informacionet e cilat i kemi siguruar edhe nga qytetarët dhe takimet me ta që kemi pas, se ka pas raste edhe në të kaluarën që nuk janë paraqit fare. Janë arrit marrëveshje ndër personale, kanë marrë një kompenzim modest, edhe janë largu nga puna, edhe kanë bet me pasoja, edhe nuk janë ndjek kur penalisht personat e cilët janë përgjegjës për shkaktimin e pasojave të tyre në shëndet, si pasojë mos sigurimit të kushteve dhe rrezikut që ju ka kanos në punë. Andaj kjo tregon shumë çka dhe kjo tregon që ky aksion ka pas impakt në tek qytetarët fillimisht, me pastaj tek subjektet që ata duhet tani tutje të kenë kujdes për këto, për ndryshe prokuroria do të jetë ndjekje çdo herë, në çdo rast do të jenë gjithmonë, domethënë në kryetjen e detyrës zyrtare si pasojë e mos kryerjes së detyrimeve të tyre sa i përkat obligimeve në bazë të ligjit përkatës. Të gjitha këto raste kanë rezultuar si pasojë e krijimit jo të kushteve adekuate të punës që janë të detyruar punëdhënësit për t'i siguruar fillimisht, e më pastaj edhe të gjithë mjeteve të cilat janë të obliguar t'ia sigurojnë për kryerjen e punës gjatë në vend punishtën e tyre, dhe po ashtu janë të obliguar punëdhënësit që t'i trajnojnë të gjithë stafin për aspektin e sigurisë në punë. Këto 3 faktorë ndërlidhen njëra me tjetrën dhe nëse eventualisht kem raste kur janë të 3 faktorët në pyetje, po kem raste kur janë edhe 2 faktorë që inspektorët e punës sigurisht në vend ngjarje e sjellin raportin mbi bazën e të cilat ka ardhur deri tek këto pasoja, të cilat shpesh herë po të gjitha rastet pothuajse, në të gjitha rastet janë si pasojë e mos sigurimit të kushteve dhe detyrimeve, mos përmbushje detyrimeve nga ana e punëdhënësve, në raport me punëmarrëse, gjithsesi në raport me punëtorët të cilët i kanë kontraktuar për kryerjen e punimeve ndërtimore. Një humbje jete është shumë e madhe dhe pasojat janë shumë të mëdha. Një dëmtim i pjesës e një trupi me pasoja të përhershme, edhe ajo është që nuk e baraspeshon as barazvlerëson as një kompenzim, as monetar, as në asnjë kontekst. Rastet e tilla, të cilat janë dëmtime të rënda trupore me fatalitet, asnjëherë nuk referohen në ndërmjetësim, janë kriteret të cilat përcaktohen ku mund të shkojë çfarë vepre në ndërmjetësim, apo me marrëveshje, mirë po në rastet e tilla absolut nuk referohen për shkak se konsideroj që janë rastet e cilat kogja peshojnë edhe kogja dëmet janë të pariparueshme, janë dëmet e cilat përcjellin gjatë ata që humbin me të dashurit e tyre në vendin e punës. Kjo është një sinjal që ka përçuar tek të gjithë
aktorët edhe të gjithë mekanizmat institucional që jo vetëm njëtën kritike, po çdo herë duhet të jemi të vetëdijshëm që në rastet e tilla kur shohim dhe marrim informata, na duhet të jemi në krye të detyrës zyrtare dhe të marrim informacionet për të vazhduar tutje dhe për të hetuar. Mbi të gjitha, siguria e jetës së qytetarëve tanë do të jetë pikë fokusi dhe prioritet për Prokurinë Themelore në Pejë. Si kryeprokurore dhe njëherë i drejtuam qytetarëve, publikut, të gjithë mekanizmave institucionale të cilët janë përgjegjës në raport me këto vepra penale, që çdo rast i cili është rast për të trajtuar dhe për të inspektuar, ta kenë kujdesin dhe vigjilencën që t'i trajtojnë me kohë, në mënyrë që pasojat jenë sa më minimale dhe mos jenë fare. I drejtuam të gjithë opinionit të gjerë, që çdo rast të cilën kanë informacione ta adresojnë tek prokuroria, tek policia, tek inspektorët e punës, të cilët kanë mi trajtu rastet me kohë, mos më ardhi tek pasojat dhe fatkeqësitë siç i potencova më lart. Unë e kom thënë edhe më parë dhe po përsëris që si kryeprokurore në fokus edhe në objektiv timet përditshme kam sigurinë e qytetarëve tanë në vendin e punës, sigurinë e pasurisë së tyre dhe një humbje jete për mua është shumë e madhe nëse ndodh në vendin e punës. Andaj preventiva është konsideroj faktori kryesor për raste e tilla. Andaj qytetarët, nëse eventualisht hezitojnë që të paraqiten tek organet apo t'i paraqesin ata që ja u kanë angazhu për si marrëdhënie kontraktuale, le t'i paraqesin prokurori. Direkt në zyrën time, janë të mirë pritur në ditët e caktuara kur ata mund të vinë, ashtu siç i kanë dhënë informacionet edhe për vepra tjera, edhe për këtë vepër, gjithmonë i mirëpres dhe ne do t'i jetojmë pa kompromis të gjitha rastet. Shikues të nderuar, ishte ky aksioni i prokurisë së Pejës në gjyrmimin e të dyshimëve të kompanive që nuk i respektojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit të punë. Ne do vazhdojmë ta monitorojmë këtë rast. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.